Mirëmëngjes Shqipëri, ku jemi këtu me parashikimin e ditës sotme, një ditë shumë e rëndësishme, një ditë mjaft pozitive, sepse kemi të bëjmë me një lajm shumë të rëndësishëm, sepse kemi Mërkurin në rrugtimin e duhur për pothuajse 4 muaj në retrograd dhe tani ka ndikime mjaft të mira dhe tepër pozitive. Gjithashtu, ndikimi që ka të bëjë sepse ka ndikim nga sot e në vazhdim. Kemi gjithashtu Jupiterin që është në gafore, është në rrugën e drejtë. Pra, kemi disa ndikime planetare, por me qenë se Jupiteri nga dita e sotme kthehet në rrugën e duhur në gafore, që do të qëndrojë deri më datën 30 qershor, që do të thotë mundësi, do të thotë rëndësi në kohën e duhur. Gjithashtu Mërkuri në krahun tjetër kemi 3-4 ditë akoma që do të ndikojë pozitivisht që të jetë 100% në rrugën e drejtë, por me qenë se ka disa rrugtime ose disa vështirësi të vogla, por janë kalimtare. Me qenë se kemi të bëjmë gjithashtu edhe mundësi të reja që do të kemi në anën tjetër, ku shenjat që përfitojnë në këtë aspekt janë shenjat e ujit, siç janë gaforet, akrepët dhe peshqit në fushën ekonomike financiare, kurse në dashuri me problemet që keni pasur para disa kohëve, duket se është një mundësi shumë e mirë dhe tepër ideale në zhvillimet dhe në ndryshime që do të keni, që janë shenjat. Siç janë shenjat e dashit, shenjat e shigetarit dhe ndikimit të luanëve. Pra janë disa ndikime shumë mirë. Por le të hedhim një sy hartës astrologjike çfarë na mëson mbi takimet, bisedimet dhe pse kjo ditë që ka kaq e rëndësishme, kjo ditë e Mërkur, ja ku jemi këtu. Këtu kemi ndikimin e hënës, që hëna është në shigjetar, ku do thotë mundësi, do thotë rëndësi dhe kohën e duhur për të zgjidhur çështje problematike. Në lidhje me dashurinë dhe me lidhje me takimet të reja që kanë shenjës të zjarrit, siç janë shigjetarët, siç janë shenjës së dashit dhe luanët, ku kanë mundësinë dhe kohën. Por ndikimi më i madh për ditën e sotme kemi Jupiterin në rrugën e drejtë, që është në gafore, ja ku e kemi, ka qenë në retrograd në 4 muajt e fundit, por tani është momenti dhe koha më e mirë e mundshme për sa përket stabilizimit, për sa përket kuptimit të jetës dhe të gjërave të mëdha, por meqense është një mundësi të shenjës së ujit, gaforet që kanë ndikime shumë të mëdha, akrepët në anën tjetër, po të shikoni edhe ndryshimet që kanë bënë dhe mundësit, por dhe peshqit që kanë të gjithë të drejtën e tyre mundësit, por të shikoni është afër, kemi dhe disa ditë akoma që do të shkoj në shenjën e dashit, ku atje është ekuinoksi pranveror në datën 20, pra kemi dhe disa ditë ku do të thotë mundësi, do të thotë rëndësi. Por dita e sotme shënon shumë gjëra dhe na mbron nga problematikat të ndryshme që kemi, sepse na diktojnë planetet, po të shikoni tek shenja e peshqit janë shumë planete që ndikojnë dhe pozitiviteti që ka të bëjnë është momenti më i mirë i mundshëm për të stabilizuar dhe për të rregulluar gjërat që neve dëshirojmë dhe dua. Tani, pa humbur kohë, fillojmë me shenjat me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, me shenjën e ndryshimit, që do thotë shenja e dashit. Por juve të kësaj shenje duket se jeni në anën tuaj në momenti më të mirë të mundshëm, sepse gjërat janë pozitive, edhe pse me disa vonesa, disa problematika të vogla që keni pasur, po vjen momenti miqtemi të kësaj shenje, që është koha juaj, është momenti më i mirë, më i artë në lidhje me ekonominë dhe stabilizimin e saj. Edhe pse keni pasur probleme në anën tjetër, por gjithsesi është një mundësi shumë e mirë dhe pozitive në ndryshimet dhe në vendimet që juve merrni. Po gjithashtu nuk ka vend për të shqetësuar, sepse është koha, është momenti i artë në atë që juve kërkoni dhe doni të rregulloni. Sepse një burim të ardhash të dyta juve e keni, sidomos të 30 diqet, kanë mundësi shumë të mira për vazhdimsi. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me ndikimin më të mirë, që do të thotë me luanët dhe diqet parë, me shigjetarët dhe diqet të tretë, është një mundësi shumë e mirë për të stabilizuar dashurinë tuaj dhe për të arritur qëllimit që juve keni vënë vetes në anën tuaj. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e demit. Por juve të kësaj shenje, me qenë se demi duket se tani në këtë periudhë kanë mundësinë, kanë rëndësinë në atë që bëjnë, sepse është një moment mjaft i mirë, sepse demi gjithmonë, si shejtoke që është, mundohet shumë për të arritur qëllimit të tyre, por vjen një moment tani, sepse është momenti më pozitiv dhe tepër ideal, duke pasur parasysh punën, karrierën, ndryshimin e madh që vjen drejt jush dhe kjo do thotë mundësi, kjo do thotë rëndësi në atë çka doni të bëni. Por mos harrojmë, sepse juve të shenjës së demit, disa takime që keni bërë para disa kohëve dhe nuk është realizuar ose nuk ka qenë aty personi që juve do të kërkonit, por vjen momenti ditës së sotme ku çdo gjë është në rrugë të mbar, është në anën tuaj më të mirë të mundshme, duke pasur parasysh sidomos në disa
bisedime që do bëni nga dreka është ana më mire juaj mundësia përse përket punës dhe karrierës suaj. Edhe pse një kontratë që është shumë rëndësishme ku ka përfunduar para disa ditëve, duket se e rinovoni, është koha më e mirë e mundshme për juve dhe kësaj shenje. Në dashuri, duket se shenjës së demit kanë mundësinë dhe kohën e duhur mbi ndikime të mëdha, sidomos me virgjëresh të 10 ditë të tretë, sepse dy shenja toke kanë mundësinë dhe kohën e duhur për të zgjidhur problemet që ata kanë. Vijojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek shenja e binjakëve. Binjakë të dashur, nëse juve keni pasur probleme ose çështje të pazgjidhura ose keq kuptime, keq interpretime, sepse debatet që bëhen nga njerë bëhen për hir të punës, bëhen disa debate që më keni pasur në anën tjetër, por meqense kjo periudhë është një periudhë mjaft e rëndësishme, nëse duam ose duhet kuptojmë arsyen e punës, arsyen e gjërave që neve kërkojmë, është një moment për ditën e sotme, meqense kemi ndikimin më të madh, edhe ndikimin e Mërkurit, edhe ndikimin e Jupiterit, por edhe çështje të tjera, sepse kur kemi gjërat që janë në retrograd dhe në një moment të saktuar, 10 ditë plus minus ndikohen dhe kanë shumë ndryshime dhe ndikime të mëdha në anën tuaj. Megjithatë, ka një ndikim shumë të mirë tani për tani në lidhje me takime pune, në lidhje me disa vendime shumë të rëndësishme që do të merrni në fushën e karrierës dhe në fushën e biznesit. Lidhje me biznesin sidomos ka diçka shumë të madhe në anën tuaj dhe duke pasur parasysh edhe periudhën që ndodhin fenomenet, është një moment mjaft i mirë i artë në atë çka do të bëni, sepse binjakët në lidhje me ekonominë kanë mundësinë e ardhë dita e sotme shumë e mirë, e tepër pozitive, disa para, disa gjëra që kanë për të marrë, por duhet jeni të kujdesshëm të vëmendshëm në investime, edhe pse prisni disa gjëra shumë të rëndësishme, por meqense tani është koha më e mirë e mundshme, prandaj bini pas gjërave dhe mund t'i realizoni me sukses. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me dëm të 10 ditë të parë, me ujor të 10 ditë të tretë, është perfektja nëse keni një njohje, keni lidhje serioze ose një udhëtim mjaft pozitiv. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e gafores. Përsa përket gaforeve duket se kanë një shans të madh, ku ju jeni te klubi i përfituesve të mëdhenj në lidhje me punën, lidhje me karrierën, lidhje me ekonominë, sepse Jupiteri nga retrograd sot është në rrugën e duhur dhe do të qëndrojë në shenjën tuaj deri më datën 30 qershor. Prandaj keni mundësinë që juve të rishikoni gjërat në detaje, sepse keni plot kohë për sa përket çështjeve të punës, për sa përket kontratave të rëndësishme ose blerjet, që varet në individ pasaj ku ndodhin fenomenet, sepse është një moment mjaft i mirë dhe tepër pozitiv në anën tuaj, sepse duke pasur parasysh edhe kohën dhe periudhën ku gjërat janë mjaft pozitive dhe shumë të ndikuara dhe tepër pozitive. Në rastin konkret, ka diçka mjaft të rëndësishme në lidhje me një takim pune, disa bisedime shumë të rëndësishme që do të bëni, e keni mundësinë dhe mund t'ja arrisni qëllimin tuaj. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me ujor të 10 ditë të tretë, ka diçka shumë të rëndësishme dhe tepër ideale në jetën tuaj. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e luanëve. Përsa përket shenjës së luanëve, duket se luanët nga njëra anë kanë momentin e duhur, kanë kohën e duhur për zgjidhur çështje problematike. Në njëra anë keni mundësinë, kohën dhe marrjen e vendimeve të rëndësishme në lidhje me takime pune, në lidhje me disa gjëra që vërtet është koha juaj, vërtet është ajo çka juve prisni dhe momenti i duhur që juve e keni dhe si mundësi edhe si periudhë ku gjërat janë anën tuaj dhe bisedimet kanë të bëjnë me anën ekonomike dhe financat. Në çështje që lidhen me disa udhëtime, është momenti dhe një lajm shumë i mirë që e merrni, do të thotë me takime pune, do të thotë me disa ndryshime të mëdha që juve i prisni për shumë kohësh, duke se ndodhin pikërisht tani. Luanët gjithmonë kanë qenë dhe janë dhe mbeten shenjat më me ndikim të zodiakut, përsa përket çështjeve që lidhen me punën aktuale, lidhen me kontrata të rëndësishme jashtë Shqipërisë, por gjithashtu edhe lajme të tjera që do të kenë në ekonomi. Në çështjet e dashurisë, edhe pse kanë pasur disa keq kuptime, sidomos lidhjet luan-dem, luan-akrep, duket se gjërat tani janë drejt rregullimit dhe stabilizimit të tyre. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e virgjëreshës. Për sa i përket virgjëreshave, meqense virgjëresha tani e tutje, duket se nisin një rrugtim të ri drejt së ardhmes në ekonomi. Sepse disa plane që ata kanë janë të realizueshme dhe jo vetëm, duke pasur parasysh edhe komunikimin, kuptimin e jetës dhe veprimet që ata bëjnë, është një mundësi shumë e mirë e tepër e artë në anën e punës së tyre dhe në anën e komunikimit. Në lidhje me disa ndryshimet një pasqyrshme që ata kanë, është momenti i duhur sepse për të zhvilluar një punë të re
ose disa takime që do të bëni, është një moment mjaft i mirë tani tutje. Prandaj bini pas, mos e lini pas dorë, sepse kjo periudhë është periudha juaj. Është momenti juaj për të bërë zgjedhjen e duhur në ekonomi dhe në stabilizime. Në çështjet e dashurisë, edhe pse një problem i vogël që keni pasur juve të shenjës së virgjëreshës, duket se e zgjidhni pikërisht tani, duke pasur parasysh lidhjet me binjak dhe me ujor, keni pasur disa keq kuptime në fusha të ndryshme të punës ose të karrierës dhe të dashurisë gjithashtu. Një bashkim familjar duket se është me peshk të 10 diçit të parë dhe është momenti juaj për të bërë zgjedhjen e duhur në anën tuaj. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshores. Peshore dashura, duket se kjo periudhë është mjaft ndikuese në lidhje me çështjet ekonomike financiare, në lidhje me ndryshime që do të keni. Këto janë ndryshime mjaft të rëndësishme, sepse duke pasur parasysh edhe pse koha ka treguar që juve jeni me shumë fat në këtë aspekt, i keni të gjitha mundësitë për të zgjidhur çështjet problematike, për të zgjidhur gjërat që më përpara ishte pamundur që t'i zgjidhni, po vjen një moment tani ku është koha e duhur për të bërë zgjidhjen e duhur në anën ekonomike dhe pozicionin e planeteve, do që juve të jeni shumë herë përpara në ekonomi dhe në stabilizime. Në çështjet e dashurisë, duket se juve të shenjës së peshores keni dy mundësi të arta në lidhje me takimin e punës, në lidhje me ndryshimin e madh që vjen drejt jush, por gjithashtu ka të bëjnë edhe me gaforet e dhjetëdhjetit të tretë, ku çdo gjë është nën kontroll, çdo gjë realizohet dhe është ndikimi më i madh që mund kemi ndonjëherë për sa përket punës, për sa përket karrierës suaj, sepse në lidhje me karrierën është momenti juaj dhe diçka shumë e rëndësishme që mund të diktojë dhe ndikojë në jetën tuaj. Në çështjet shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me gaforet e 10 diçit parë, me ujor të 10 diçit të tretë, është perfektja, edhe pse me vështirësi, edhe pse keni pasur probleme të ndryshme, por e keni zgjidhur çështjet dhe nuk ka vend për të shqetësuar këtu, por për të gëzuar, sepse dita e sotme është një ditë shumë e rëndësishme, edhe pse keni pasur disa problematika të vogla, por kjo janë kalimtare, jo diçka që mund të themi çfarë mund të ndodhi edhe çfarë mund të keni, por megjithatë është një mundësi shumë e mirë tani, prandaj bini pas, sepse kemi të bëjmë me Jupiterin dhe ndikohet jashtëmase, sepse ka të bëjë edhe me punën, por edhe me karrierën në anën tjetër. Dashuria duket se me gafore është ideale. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë akrepi. Akrep të dashur, me qenë se kemi aktivitet planetar ku është ndikimi i Jupiterit në gafore, në shenjë uji, ku dhe juve përfitoni si shenjë uji që jeni, e keni mundësinë për sa përket karrierës ose një blerje. Nëse bëni sot një blerje, miqtë mi të dashur, e keni mundësinë dhe anën më të mirë të mundshme, ose keni vendosur, e keni mendjen që do të bëni një blerje ose makinë, ose shtëpi, ose pasuri palush, po ku diun, që keni ndërmend juve, mund ta realizoni, sepse ka një ndikim kaq të madh në të ardhmet afërt, që do ta kuptoni edhe vetë. Dhe kjo është një mundësi shumë e mirë dhe tepër pozitive, sepse duke zgjidhur problematika të ndryshme që keni pasur dhe momentet që juve keni tani tutje, është koha juaj, është momenti juaj për të bërë zgjedhjen e duhur në çdo aspekt të jetës suaj, sepse është momenti dhe periudha mjaft e mirë dhe tepër pozitive mbi ndryshimet dhe takimet që do të keni. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me dëm të 10 diçit parë, me ujor të 10 diçit të tretë, është perfektja, edhe pse me pak vështirësi, por do t'ja dilni në fushën e dashurisë. Keni pasur një problem keq kuptimesh, e keni pasur me Luan, por mund ta zgjidhni pikërisht ditën e sotme para dite deri nga ora 1, nga ora 8 deri në orën 1, por tani shënon ora 7:43. Keni edhe pak kohë akoma, që të filloni ose të bisedoni, ose një telefonat, do ishte keq, ose një kafe mëngjesi mund të pini dhe mund të jeni zgjidhje në problematikë që keni, problematike të ndryshme. Dhe vazhdimësia është në anën tuaj. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e shigjetarëve. Për shigjetarët duket se tani e tutje kanë momentin dhe mundësinë, kanë mundësinë e artë në zhvillime dhe ndryshime. Me qenë se kjo është një periudhë shumë e mirë dhe tepër pozitive, mbi takimet dhe bisedimet të rëndësishme që do të keni, është një moment shumë i mirë dhe tepër pozitiv, konkret nga ana juaj. Është edhe momenti i duhur sepse zgjidhni problematika të ndryshme që keni, momenti juaj është më i miri sepse nga njëra anë mund zgjidhni probleme të pazgjidhshme, problematika që keni pasur, nga ana tjetër keni mundësinë për t'ja arritur qëllimin tuaj, sepse është edhe koha për sa i përket çështjeve dhe ndryshimeve të mëdha. Në çështjet shpirtërore, edhe pse një problem i vogël që keni pasur para disa kohëve, duket se e zgjidhni pikërisht tani, shigjetarët dihet se kanë pasur edhe momente shumë të mira ekonomike, edhe kanë vënë përpara gjërat, janë në kohën e duhur, në momentin e duhur për të bërë zgjedhjen e duhur në çdo aspekt të jetës së tyre, por gjithashtu edhe në dashuri kanë një lidhje solide, sidomos lidhjet afatgjatë që kanë me peshorët e 10 diçit të parë, me dashët e 10 diçit të tretë është perfekta dhe ideale. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e britsjapëve.
Për Britsapët duket se tani në këtë periudhë e keni mundësinë dhe kohën e duhur mbi ndryshimet dhe takimet. Për takimet është momenti më mirë i mundshëm, sepse juve jeni mjaft pozitiv në atë që bëni, i keni të gjitha mundësitë për të zgjidhur problematika të ndryshme momentin e duhur në kohën e duhur. Është një moment mjaft i mirë dhe shumë stabilizues për sa i përket ekonomisë, për sa i përket punës dhe dashurisë. Duke pasur parasysh disa problematika që keni pasur pa disa kohë, them unë, por këto janë të zgjidhshme. Nuk janë diçka që mund ngelen pas dore ose çështje që mund keni pasur në anën tjetër. Megjithatë, është një moment shumë pozitiv, madje ideal në atë çka kërkoni. Gjithçka mund të ndodhë, gjithçka mund të arrihet fal zgjuarësisë suaj, maturisë suaj që keni. Në çështjet që lidhen me anën shpirtërore, miqtë mi të dashur, e dini dhe e keni parasysh sepse lidhjet afatgjat janë megafore. Njohje që mund keni ose bashkim familjar është me peshore. Pra keni dy shenja shumë të rëndësishme për jetën tuaj dhe vazhdimsinë, sepse keni të njëjtët mendime, ndani të njëjtët gjëra, kjo është një pozitivitet shumë i mirë dhe tepër pozitiv në anën tjetër. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e ujorit. Për ujorët, në fakt, ujorët duket se kjo ditë është një ditë shumë e rëndësishme, si shenja ajri që jeni, keni shumë plane në kokë dhe kjo do të thotë që me ndihmën planetare, me mundësinë që do t'ju jepet tani e tutje, duke filluar nga ditë e sotme deri nga fundi i këtij muaji dhe fillimi i muajit prill, ju i keni të gjitha mundësitë për të bërë zgjedhjen e duhur në çështje ekonomike financiare, në planet që ju keni, planet afatgjat, mund të themi shumë dhe mund të kuptojmë në jetën tuaj. Në përgjithësi keni gjëra që do të ndikojnë, keni gjëra që juve mund të rregulloni, startoni, stabilizoni një herë e mirë në punën tuaj dhe në karrierën tuaj, në çështjet që kanë bënë edhe me marrjen e vendimeve të rëndësishme, sepse gjithmonë juve të kësaj shenje i keni mundësitë dhe periudhën e duhur për ekonominë, për stabilizimin e saj, sidomos lidhjet që kanë bënë, lidhjet afatgjat, që kanë të bëjnë me çështjet ekonomike financiare, lidhje me çështjet që kanë bëjnë me dashurinë, ujor, binjakët dhe diçit parë kanë ndikime shumë të mira. Por ju që keni një njohje, për këtë lidhje serioze ka të bëjnë me akreptë dhe diçit parë dhe ndikimet shumë të mira që do të keni është dhe me dëmtë dhe diçit të dytë. Me dëmtë dhe diçit të dytë është një mundësi shumë e mirë sepse gjërat janë në favorin tuaj, edhe pse me disa problematika të vogla që keni pasur, por është mundësia dhe koha e duhur për bërë zgjedhjen e duhur. Edhe pse keni pasur disa çështje kontratash të pazgjidhshme, por është një moment tani, është moment shumë i mirë dhe tepër pozitiv për të bërë zgjedhjen e duhur në këtë aspekt, sepse koha tregon që juve jeni me shumë fat në këtë aspekt dhe jo vetëm kaq, por në mënyrën mundësinë më të mirë të mundshme që juve keni në anën tuaj, është koha e duhur për të zgjidhur problemet që juve keni pasur në një kohë gjatë, por vjen momenti tani ose një dokument që e prisni, është momenti juaj për ta marrë në këtë drejtim. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e peshqeve. Peshqit dashur, duket se kjo ditë është një ditë shumë e rëndësishme, duke pasur parasysh me Jupiterin që kthehet në rrugën e duhur në Gafore, ku ka qenë gati 4 muaj në retrograd dhe tani duket se koha e mbetur e muajit Mars është mjaft pozitive dhe juve përfitoni jashtëmase, jeni shenjë uji dhe kjo do të thotë mundësi, kjo do të thotë vazhdimsi, lajme të këndshme. Ndini shumë fat që do të keni, do shikoni dhe vetëm kujtoni. Keni një takim për të bërë sot për shembull. Bëjeni ose doni të bëni një blerje. Bëjeni nesër, sot mendojeni, shikojeni, bisedojeni, edhe nesër blijeni. Do thoni mos ta blej sot, mos ta bleni që çka me të, sepse është edhe koha shumë e mirë, por është ajo që kam të them që personi që do të bëjë një atë shitsi, domethënë, ju jeni blerësi, mund të thotë që nuk e merr ose të ja ul pak ta blejnë. Juve e doni, keni ëndër diçka të tillë. Prandaj them që lini pak orë që juve të mendoni mirë dhe të jeni të saktë në atë çka doni bëni, sepse është koha më e mirë e mundshme për ta stabilizuar një gjë të tillë. Pse jo? Është koha ideale në blerje dhe në shumë gjëra të tjera, se shumë planete në shenjën tuaj. Kur jepet mundësia, koha dhe gjërësisht në çdo drejtim që juve i keni dhe ka mundësi që juve të jeni dhe në anën tuaj më të mirë në rolin drejtues, keni një kontratë që nuk është mbyllur ose më saktë jeni në pritje për të marrën firmosën e dokumenti, e keni
lidhje me çështjet bankare, problematika që keni pasur nga më të ndryshmet, vjen momenti tani i zhvillimeve dhe i gjërave të tjera që do të keni, sepse është momenti më i mirë i mundshëm për të bërë zgjedhjen e duhur në këtë aspekt, sepse shumë gjëra do të ndikohen në anën tuaj, duke pasur parasysh lidhje me takimet, lidhje me bisedimet, dhjetëditë i parë që është shumë i favorizuar i së peshqeve, duke pasur parasysh punën e tyre dhe kohën e duhur. Në çështjet që lidhen me dashurinë, ka diçka shumë të madhe, sepse duke pasur parasysh dhjetëditë i dytë në fushën e dashurisë ka pasur një problem dokumentacioni në lidhje me bashkinë familjar dhe nuk e ka zgjidhur akoma, por vjen një moment tani me ndikimin e Jupiterit në rrugtimin e drejtë dhe ndikimin e Mërkurit që jep disa mundësi e disa lajme shumë të mira që do të merrni këto ditë, por dita e sotme shquhet shumë për nisma të reja. Por ju keni probleme me ligjin të dhjetëdiçit të tretë, është një së peshqeve, keni një mundësi shumë të artë tani e tutje ku do të zgjidhni problematika të ndryshme, ku do të zgjidhni çështje të pazgjidhura më përpara dhe është një moment shumë i mirë tani ku do shikoni shumë gjëra të ndryshojnë, shumë gjëra të arrihen fal suksesit tuaj, fal mundësive që ju jepen tani e tutje, dhe është një moment mjaft i artë dhe tepër pozitiv në ndryshime dhe vendime që do të merrni. Megjithatë, edhe pse me problematika të vogla që mund të keni pasur, edhe pse koha ka treguar që ju jeni me fat në këtë drejtim, është momenti juaj, është periudha ku gjërat do të ndikojnë në favorizohen. E përgjithshme për sa përket juve të shenjës së peshqeve, mundësitë dhe kohën e duhur që keni, është një moment mjaft i artë nëse doni të nisni punë të re. Është mirë të bisedoni persona të ndryshëm, është mirë të rregulloni, të stabilizoni gjërat që juve keni, sepse kjo periudhë është e juaja. Kjo periudhë është momenti më i mirë i mundshëm i qenë ndonjëherë në jetën tuaj. Prandaj bini pas sepse gjërat janë mjaft pozitive dhe tepër ideale në çështjet që do të bëni. Këto ishin pak a shumë për sa i përket pikërisht kësaj dite kaq të rëndësishme, këtë ditë e Mërkurit, sepse Mërkuri dhe ndikimi i Jupiterit në rrugtimin e drejtë u jep mundësinë dhe kohën. Ne rishikojmë përsëri me parashikime të vazhdim ditën e nesme nga unë Rrugpulla, ju uroj më të mirën e mundshme.